Përvëlohet Europa, temperatura deri në 46 gradë, alarmi kuq në disa shtete. Një vale e të nxehtit ekstrem vazhdon të përfshi pjesë të mëdha të Europës, derisa autoritetet në shumë vende kanë lëshuar paralajmërime shëndetësore për shkak të temperaturave përvëluese. BBC ka raportuar se Spanja jugore është rajoni më i prekur me temperatura mbi 40 gradë Celsius të regjistruara në Sevilje dhe zonat fqinje. Një rekord i ri nxehtësie për qershorin prej 46 gradësh u shënua të shtunë në qytetin El Granados, sipas shërbimit meteorologjik kombëtar të Spanjës, i cili tha gjithashtu se ky muaj pritet të jetë qershori më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë. Paralajmërimet për vap janë në fuqi në pjesë të Portugalisë, Italisë dhe Kroacisë, me paralajmërime të shumta të kuqe që mbulojnë zonat të Spanjës, Francës, Austrisë, Belgjikës, Bosnjës dhe Hercegovinës, Hungarisë, Serbisë, Slovenisë dhe Zvicrës. Në Barcelonë, një grua vdiq pasi përfundoi një ndorim pune si pastruese rrugësh të shtunën kur temperaturat ishin shumë të larta. Autoritetet lokale po hetojnë vdekjen e saj. Në Itali, departamentet e urgjencës në tërë vendin kanë raportuar një rritje të rasteve të goditjes nga nxehtësia, duke i prekur kryesisht të moshuarit, pacientët me kancer ose të pastrehët, ka njoftuar Mario Guarino, nënkryetari i shoqatës italiane të mjekësisë së urgjencës. I nxehti fort ka prekur edhe vendet në gjithë Ballkanin perëndimor, ku temperaturat kanë arritur mbi 40 gradë Celsius. Serbia regjistroi temperaturën më të lartë ndonjëherë, kur filloi të regjistronte ato në shekullin e 19. Në Sloveni, temperatura më e lartë e qershorit është regjistruar të shtunën. Maqedonia e Veriut po përjeton gjithashtu vap, pasi temperaturat arritën në 42 gradë Celsius të premten.